E pra të nderuar miqtë e mi, shpresoj që të keni kaluar bukur. Sot pranë jush do të vim me historinë e Artës. Një grua që sakrifikoi gjithçka për familjen, por u tradhtua nga motra dhe buri i saj. Motra ja mori burin dhe sot Arta po vuan për fëmijë që nuk i ka parë 3 vite. Më quajnë Arta. Kur mendoj për jetën time para asaj nate, ndjej një dritë të butë që më ngro zemrën. Por sot drita është të coptuar në copa. Ajo që mbetet është hija e asaj që kam qenë. Ky është rrëfimi i një gruaje që gjeti dashurinë, besoi me shpirt në atë dashuri dhe u zgjua një ditë në një botë ku çdo gjë që kishte ndërtuar ishte një e huaj.